Tolstoi, gjeniu që u mbyt nga xhelozia e ndërsjellë. Lev Tolstoi, një prej mendjeve më të ndritura të letërsisë botërore, autor i Lufta dhe Paqja dhe Ana Karenina, ai ishte njeri që i kuptonte në thellësi emocionet njerëzore, por paradoksalisht nuk mundi të gjejë qetësi në dashurinë e vet. Bashortja e tij Sofia ishte një grua inteligjente, e përkushtuar dhe e dashuruar marrëzisht pas tij. Në fillim, ajo ishte mësuese e durimit dhe përkrahjes. Kopjonte me dorë romanet e tij, madje redaktonte shkrimet e para të Lufta dhe Paqja, por me kalimin e viteve, dashuria u mbush me xhelozi dhe dyshim. Tolstoi kishte një shpirt të trazuar, kërkonte kuptimin e jetës, kuptimin e Zotit, kuptimin e dashurisë, ndërsa Sofia ndjente se ai po largohej nga jo vetëm si burr, por si njeri. Kur Tolstoi u bë gjithnjë e më asektik dhe filloi të refuzonte pasurinë, ajo u ndje e tradhtuar shpirtërisht. Ajo e përndiqte me pyetje, e kontrollonte, e çortonte, e lutej dhe pastaj shpërthante në xhelozi të dhëmshme, duke e akuzuar se e braktiste për idealet e tij fetare. Në vitet e fundit, shtëpia e tyre u kthy në një fushë betejë emocionale. Tolstoi, i lodhur nga tensionet, u largua natën nga shtëpia në heshtje, u gjet disa ditë më vonë në stacion të ftohtë të treni ku edhe vdiq. Një fund tragjik për një gjeni që shkroi për dashurinë e përjetshme, por nuk mundi ta jetoj dot në paqe. Historia e tyre mbetet një histori e hidhur e faktit se ndonjëherë xhelozia nuk lind nga mungesa e dashurisë, por nga dashuria e tepërt. Lexoj Hysni Baliu.